Patullxhanet të mbushura për sot, heja njerëz të bukur, si po kaloni. Tani si i përgatitim patullxhanet? Në fillim do t'i vëmë 3, 4, 5 sa patullxhan doni juve, varet sa jini në familje. Do t'i vendosim që të valojnë një çikë. Pastaj do pastrojmë të gjitha këto perimet që na duhen, hudhra do me thënë, karote dhe kungull, pastroj Eva. Pasi janë nxjerr patullxhanet, do t'u heqim zëmrën, atë nga brenda se na duhet që ta përdorim për mbushje. Tani, skuqim qepën në fillim, pastaj ja I hedhim karotën që të skuqen bashkë, specat, edhe do marrim edhe zëmrat e patullxhaneve, do t'i pastrojmë, se këto zëmra tani si shikoni do t'i presim që t'i hedhim brenda tek mbushja, siç u thash, do skuqen edhe ato një çik. Eva I hodhi dhe një nga këta kubat që janë me zarzavate, po të doni mund të hini, po doni jo, po më shumë për shije bëjnë. Domate edhe hudrat, Eva hudrat I grin brenda, unë I vendos nga lartë, si të doni juve. I hodhi edhe një çik majdanos brenda. Pasi u bë edhe mbushja, e vendosim mbi patullxhane, kuptohet kështu, që t'i vendosim në furrë. Nga lartë do hedhim edhe një çik djathë, se jep shije shumë të mirë. Do t'i shkoqim edhe djathin nga lartë, do t'i vendosim në furrë me vaj, do vendosim dhe vaj edhe do t'i vendosim në furrë. I pjekim qitë 80 gradë edhe pastaj ç'të hani o njerëz.